Mendoj se do të hiqet edhe pika që ka të bëjë me komisionet, për arsye se pika e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit dhe kjo pika e 8 e komisione janë të ndërlidhura reciprokisht, kështu që do kisha propozuar që kjo të tërhiqet prej renditës dhe të diskutohet kur të shqyrtohet edhe çështja e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit. Për arsye se sot kemi ndoshta pika shumë më të rëndësishme për të diskutuar, siç është pika 9 që është ardhërheqjet e gjyqtarëve sot, e cila mendoj është në interes nacional dhe që kërkon një diskutim ndoshta më të gjatë, për arsye se dihet që 4 vite kanë pritur dhe tash e kemi si pikën 9 të rendit të ditës që mendoj se do duhet të ishte pika e parë e rendit të ditës. Me qenë se prej dorëheqjes së tyre këta mbojtur në sistem pa ndonjë bazë kushtetuese dhe ligjore. Dhe Këshilli Gjyqësor si institucion ka qëndosur që të vendosë që moti këtë çështje dhe kjo të mos jetë sot objekt i rendit të ditës. Mirë po, pse nuk është bërë kjo, ndoshta ju e dini si kryesues, për shkak se institucionet kanë kontinuitet institucional dhe unë të nuk përgjigjem pse nuk është vendosur që 4 vite. Tash pas 4 viteve tërheqin dorëheqjet, që mendoj se është diçka e pazakonshme, por njëkohësisht edhe jashtë çdo afati të arsyeshëm. Mund të ndodhë që dorëheqja të revokohet sa është e fest, një javë një mund, mirë po pas 4 viteve është totalisht pa konceptueshme, qoftë edhe nga aspekti kushtetues edhe nga aspekti ligjor, për shkak se krijon destabilitet dhe cënon parimin e sigurisë juridike. Faleminderit qytetar bashkëm. Në fakt përgjigjen mund ta kërkoni. Pse? Me ata se sigurohen të jem po të ishen fillim mandatit tonë dhe e kem të në të Këshillit që edhe kur mund që të vendim kanë qenë prezent dhe përgjigjen do të japim ata jo pozitën e kryesuesit, sidoqë tjetër se për këtë pikë është pikë e veçantë e rendit ditës, për shkak mund të diskutojmë, unë e hapa diskutimin për pikat e rendit ditës dhe të udhëzimet të ndryshme. Ka dikush? Po, gjyqtare. Timit për rendin e ditës, absolutisht pajtonat që pika e dytë e rendit ditës, zgjedhja e zëvendës kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të shtyhet për një mbledhje tjetër. Krejt kjo për shkak të korrekcisë edhe mundësisë për t'ia dhënë kundër kandidatës sime që e njëjta ketë mundësi që të mundet eventualisht të zgjidhet si zëvendës kryesuese e Këshillit Gjyqësor. Pra kjo është për shkak të korrekcisë. Se për këtë propozimit për pikën e dytë, heqjen e pikës tjetër për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve apo anëtarëve të komisioneve, konsideroj që është propozim absolutisht i panevojshëm, për faktin se ju e dini që nuk e përcakton rëndësinë e temës, renditja e pikave në rendin e ditës. Edhe po të ishte pika 9 e 17-ta, rëndësia është e njëjtë. Edhe po të ishte pika e 9 që po konsiderohet si ma diskutabile dhe ma rëndësishme, e 100-ta prapë rëndësinë e ka të njëjtë. Kështu që nuk ka këtu fare të bëjë me uljen e rëndësisë e pikave të renditura sipas rendit të ditës. Ndërsa arsyeja pse nuk duhet heqet pika për caktimin e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve të përhershme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, konsideroj se të gjithë ne e dimë me fajin tonë të vetë Këshillit Gjyqësor që ky këshill ka marrë pend pa punuar që 6-7 muaj. Dhe pikërisht për shkak të mungesës së komisioneve. Dhe ne e dimë që komisionet janë motori i Këshillit Gjyqësor. Cila është arsyeja me shtyje mos mi zgjedh komisionet, kur vetë këta anëtarë që janë këto që mujmë përmend me emër, domethënë vjedhën e kaluame kërkojshin sa më shpejt një caktuar kryetar të komisioneve. Çka ndodhi tash pas një jave që jo? A mund dikush ma dhoni arsye? Janë të ndërlidhura. Fal gjyqtar, pak lutet këtu. A mundet dikush këtu pe juve që kërkojshin me golën në mbledhjen e kaluar të funksionalizohet Këshilli?
pse sot s'po bëj ka me funksionalizu këshilli? Sipas jush. Unë dikush me tregu pse sot s'po bëj ka. Po, mund të them. Po, edhe çështja është që unë propozoj që fare mos heqet kjo pikë rënë ditës dhe ne të fillojmë punojmë seriozisht si këshill gjyqësor. Dhe propozoj që natyrisht kërkojnë nga anëtarët e këshillit të refuzohet propozimi që të heqet pika e caktimit të kryetarëve dhe anëtarëve të komisionit. Faleminderit. Unë do të kisha dashur me ngrit 2-3 çështje, po e para është i përgjigjem gjyqtarit Artan, që në mbledhjen e kaluar ne kemi propozuar që të themelohen komisione, por me qëllim që t'i presim anëtarët e ri të këshillit gjyqësor që t'jenë prezent dhe t'ja mësojmë dhe atyre që t'jenë pjesë ndonjërit prej komisione. Për këtë arsye madje është bojkotuar mbledhja nga anëtarët të tjerë këshillit, ku mbledhja është ndërprerë. Meqense se gjyqtari Afrodita Bytyqi nuk është këtu, ku e njëjta edhe në komunikim para mbledhjes me mua, e vërtetoi se është në prani të nënës së saj në spital dhe e ka të pamundur me marrë pjesë, unë propozoj që ajo pikë rendit të ditës lidhur me komisionet e përhershme të hiqet, meqense i pamundsohet tani edhe asaj që të jetë pjesë ndonjërit prej komisione. Kjo është përgjigje për gjyqtarin Artan. Sa i përket pikave të rendit të ditës, unë e mbështes në tërësi gjyqtarin Bashkim, që meqense është interes nacional ku shqitet edhe prania media këtu, lidhur me dorëheqjet e gjyqtarëve serb, unë mendoj që është dashur të jetë pika e parë. Pajtonat që ne jemi vonuar, tani e 4 vite dhe dorëheqjet e gjyqtarëve serb. Dua të potencoj fillimisht që ky opinioni imi nuk vlen vetëm për gjyqtarët serb, po vlen edhe për gjyqtarët e komuniteteve tjera, edhe gjyqtarët e komunitetit shumicë. Legislacioni fuqi, kushtetuta, ligji për gjykatat 1034, mënyrë decisive e parashet se mandati i gjyqtarit profesor. Nuk Veç ta është çështje përfundoj. diskutimit, lutem. Jo, veç ta përfundoj. Kalojmë te pika dhe agenda, flas aki propozime, mos më detyroni me rregull. fjalë. Thjesht, Okej. keni propozime konkrete çka për agendën, mos t'i konsumojmë pikat. Në rregull, këtë opinion do ta Po kemi kërkoj- edhe kur të hyjmë Mos në sigurisht, Okej. sigurisht, me plot respektin më të madh për Respekt. secilin. Propozime konkrete, vrejtje, konstatime çka do që të keni për agendën. Ju lutem. Në rregull, Resus, po meqense jemi vonuar edhe 4 vite, po e shoh që është me interes nacional, e përmenda edhe në fillim, unë mendoj që ato dorëheqje vetëm kanë dhënë efektin e tyre, por në momentin kur të vim të pika e rënit të ditës, unë i kam opinionet e mia. Faleminderit. Dhe unë ju bashkangjit në urimin për dy anëtarë të ri. Mirësa të këshillin gjyqësor të Kosovës, sa i përket propozimet fillimisht. Ne kështu mund të vazhdojmë të debatojmë deri nesër. Po ka pyetje, me qenë se ka pyetje ndërruar profesorët, do të pas edhe përgjigje. Kërkesa javën e kaluar ose para 2 javë ose tash nuk kam kujtohet kur kem mbledhja e fundit ishte këtë e qartë. Funksionalizimi i këshillit. Edhe kur është propozuar funksionalizimi i këshillit, janë dhënë 2 propozime. Propozimi i parë ishte zgjedhja e zëvendës kryesuesit, dhe propozimi i dytë ishte caktimi i kryetarit të komisioneve dhe komisioneve, funksionalizim të komisioneve. Pra, me çet logjik, edhe me logjikën që na e kemi mbajt, që kemi konsistencë në mbajtjen e qendrimit, është që këto dy shkojnë bashkë. Që se kanë ndërlidhje njëra me tjetrën, e të dytë kanë të bëjnë me funksionalizimin e këshillit. Edhe caktimi i kryetarëve të komisioneve, edhe zëvendës kryesuesit, sa ai që zgjidhet zëvendës kryesuesit, njëri nuk zgjidhet. Pse t'ja mohojmë drejtën që të bëhet eventualisht pjesë e kryetarit të një komisioni, po edhe duke llogaritë se zëvendësi gjithmonë nuk kanë kështu. Zëvendësi ishte pjesë e ndonjë komisioni, a mund të jetë, nuk mund të jetë të tjera. Pra, ideja ose propozimi i gjyqtarit të Bashkim në rastin konkret, unë e mbështes në tërësi. Edhe duhet të hiqen këto 2 pikat. Për çka duhet të hiqen? Çto pikat ose thjesht mos më shpreh ashtu, po kalkulimet tona të brendshme nuk duhet të jenë pengjesë për procese tjera dhe për diskutime tjera që kanë interes nacional. Na kemi para neve, e kemi një diskutim nacional për interes nacional, ku duhet të fokusohemi. Jo të fokusohemi në pikat tona ose në agendat që kemi na. Unë jam dakord, nesër e caktojmë mbledhjen tjetër edhe diskutojmë për pika që na i kemi me rëndësi edhe për funksionalizimin, edhe për zgjedhjen e çështjeve tjera.
Sa I përket kësaj tjetër që u theksu. Pse po mendoj që është interesit nacional? Sa më kujtohet mua, mund të jem gabim, nëse jam gabim dikush të më përmirëson. Unë jam I vetë një antar I Këshillit Gjyqësor të Kosovës këtu prezant, aktualisht, me mandat, kur gjyqtarët serb edhe stafi ka dhënë dorëheqje, nuk I di apo edhe ndonjë antar tjetër, unë nuk e besoj, po mendoj që jam antar I vetëm I Këshillit Gjyqësor të Kosovës, I cili në atë kohë ishte antar I Këshillit sikurse atëherë edhe sikurse sot. Besoj që ky argument, domethënë as kryesuesi nuk ishte aktual, as një antar tjetër nuk ishte aktual, domethënë gjithçka ka ecë përpos asaj pozitë, përpos asaj. Unë mendoj që kjo për fond, mos ta zgjasesh tepër. Çështjet tona, diskutimet tona, të kalojmë edhe kjo mos bëhet pengesë për vazhdimin e diskutimeve tjera, s'është e panevojshme sipas vendimit tim. Ti hekim këto se nuk luajnë rol, a kemi zgjedh sot kryetarin e komisionit, a kemi funksionalizuar sot, a funksionalizojmë javën tjetër, a muajin tjetër nuk e luajnë rolin. Se edhe ashtu kështu e dim na që prej 15 prej 10 marsit kanë vazhduar kështu. Tash 10 marsi ku është sa të jemi korrekt, fundi I kurrikut. Fundit që presin edhe një javë, është problem, nuk është ama fare hiç. Ndërsa çështje tjera duhet mu diskutu, duhet mu fol, s'paku s'mune me në qështo, edhe unë në tërsi e mbështes propozimin e gjyqtarit bashkim në rasin konkret. Jo, për që më dhe përgjegjëm se janë dojtë 4 vite pa u shqyrtuar. S'pako kanë dasht me hinë në rendite dhe mu vendosë për to. Mi qëfa baze kushtetuse ligjore janë dojtë 4 vite. Kjo bje që si kur kapiten janë njës të lëshon timonin për shkak të valve. Mund të shpitoj momentit, një po do të dëmtoj të nesërmë, dhe të halmë. Farë është përgjigja e jëtë? Që nëse je kryesues ti këtë e di ose duhet ta dish. Për shkak të kontinuitetit institucional që kanë këto. Nuk mundesh me marrë përgjegjës për këtë pikë para, edhe unë, edhe ti. Përgjigjem po kërkoj se ju përgjigjesh. Kam obligim as përgjigjem. Përgjigj, sepse ti je ka dhënë jap kontekst tjetër do më marr me mendje për këtë çështje. Dhe në po korrektin nga ona juaj. Unë veç mund me të pyet prej që e zgjedh antar I Këshillit, cila ka qenë iniciativa dhe kërkesa dhe propozimi jot konkret. Pra, kjo çështje është aktualizuar nga momenti kur ushtruesja e Presidentes së Republikës së Kosovës ka paraqitur kërkesën Këshill, për cilën ju kom njoftuar me kohë në momentin e paraqitjes së saj. Kaq më me të përgjigje. Për këtë çështje tjera mund të diskutojmë në pikat e rendit ditës nëse kemë shku me ty. Mos të keq përdorim pozicionin pranë publikut. Keq përdorim, po je kryesues dhe ose dush me ditë. Jam dhe do të jem dhe të mësojmë gjithë se ka shkollë asnjëherë absolut. Jam dhe do të jem deri në përfundim të mandatit. Nëse drejtësia duhet të shërbejë vetëm drejtësisë, ashtu siç e thoshte filozofi Kontit. Nëse I shërben qëllimeve të tjera, ajo nuk mund të quhet drejtësi. Okej. Edhe do të jem I përkushtuar maksimalisht me kry detyrën time në kuadër të legjistive ligjore kushtetuese, por jo duke I shfrytzuar vëmendjes ditore. Absolut vëmendjes ditore. Kjo është Po, gjyqtarja ka. Pse po të gutet sot? Në na I spjegu neve, unë tash kom pyetje konkrete. Pse po të gutet ty sot? Po mos, gjithë pyetja konkrete. Ja ka një pyetje kush udhëheq vledhjen. A ti drejtohemi njëri tjetrit, drejt për drejt, a ti drejtohemi në fokus. Jo shalut kryesues. Nuk e toleroj askush me mu drejtuar në çet tonë dhe çet mënyrë. Nuk e toleroj se jemi antar Këshillit. Nëse ka dikush më fol I drejtohet juve, unë e dëgjoj. Jo me mu drejtu personalisht. Se nuk është as korrekte, nuk është as profesionale që të drejtohet. Veç pak. A mund të diskutojmë deri nesër? Deri nesër mund të diskutojmë. Po asnjëherë nuk e toleroj dikush që të drejtojë mua. S'ka nevojë me toleru, se s'ka unë nuk I përgjigj as. Antar I Këshillit është ai, antar I Këshillit jam unë. Absolutisht. Nëse ka ndaj pyetje drejtohet te ju unë I përgjigj, absolutisht. Jo drejt për drejt. Në mënyrën më korrekte. Le kjo le të jetë ai fundit I shkak. A guxohesh në diçka, nëse vazhdoni. Edhe e para unë pjollos. Se agravimi dhe ngritja e institucionit nuk ka vënë argumentin më të fortë. Absolutisht. E dyta, ju kërkoj me mirësjellje, respekt ndaj të gjithëve dhe ndaj njëri tjetrit. Nëse vazhdoni debatin, unë do ta ndërprej këtë. Absolutisht ju drejtona juve. Jo, se kjo vlen për së cilën. Sepse ne jemi të humb kohën të diskutu për çështje që realisht nuk janë as si pikë në analizë. Jo, lutem, çfarë do të tash më thoni? Pika e rendit ditës është me fol për pikat e rendit ditës për agjendën. A me kalun pikat e rendit ditës, a mos me kalun?
krejt çështjet që keni mi ngrit. Edhe me këto, për sa i përket pikat të renditës, përfundan debati. Me plot respekt, jo po. Kush është bërë? Po jo, nuk mund më shku pa mos. Jo. Ma te ka dy fjallë. Kërësus. Po tash apo dhe që unë atë? Jo, po ma te ka këtu mëse abuza tash pozitën e kryesus. Nëse e drejtan mbjelle. Kërësus, tu kisha lut veç 10 sekonda, tu kisha lut. Se mu përmend, me duhet edhe po e shoni keq kuptim për gjyqtarët e artan. Nuk është bojkotu nga gjyqtari artan. Po është bojkotu nga gjyqtari Arjeta dhe gjyqtari Fidan. Me gjithë respektin për ta. Ashtu e kam vlerësu, sepse kanë pritur anëtarët e ri të Këshillit Gjyqësor. Me qëllim që të jepet mundësia që të jenë pjesë e komisionit. Ashtu e kam vlerësu, respekt. Por tani kemi situatën e njëjtë, që duhet të pritet gjyqtarja Afrodita Bityqi që të jetë edhe ajo njënën prej komisioneve të përhershme të Këshillit Gjyqësor. Kaq. Veç atë gjyqtarë besnik. Nuk është shoh diskutimin, po shiqo. Arsyeja për propozimit për tërheqjen e kësaj ka bazë. Kësaj pike për formimin e komisioneve. Për arsye se është e vërtetë se na dhe mbledhjet e kaluara nuk i kemi mbajtur për arsye se mi dhon të drejtë anëtarëve të ri që të votojnë. Të kenë të drejtë të propozohen edhe të propozojnë anëtar për komisione. Në rastin konkret i kemi gjyqtarin Afrodita që ajo ka arsye me bazë, që nuk është sot prezent këtu. Nuk është për qef që ka dash me bojkotu e mbledhja, siç është bojkotu mbledhja e kaluar. Edhe e dyta, unë përshos që sot e kemi para vetët një grumbull të madh të dokumentacioneve që është gjuhën serbe. Unë nuk e kuptoj gjuhën serbe. Unë du me ditë saktë se çka shkruan këto, dhe cilët janë arsyet që komuniteti serb, gjyqtarët serb kanë dhënë drejtje. Por dysh që kështu nuk mujmë me diskutu. Kjo çështje është çështje nacionale, edhe nuk mujmë me të kalu këtë çështje veç pse e kemi para vetë një dorëheqje pa di se cilët janë arsyet pse kanë dhënë drejtje ata. A kanë arsye personale, a kanë arsye politike, apo çfarë arsye kanë? Ne e dim për mirë se ligji çka thotë. Mandati i gjyqtarit përfundon me drejtje. Nuk e di këtu gjyqtarët. Kërkoj falje. Nuk është e kuptueshme e logjikshme e kërku falje kur ndurinë vazhdimisht. Okej, po s'po kërkoj falje. Çfarë thash? Ata ndre. Çka? Mirë. Mos kërku falje. Me kërku Gjyqtarja tanë. Njerëz të ligë vepron si tim tani. Okej. Po Kështu, përgozoj më hektarën e ditës, pika për zgjedhjen e kryetarëve të komisionit, edhe me qenë këtë përkthyne në gjuhën shqipe këta dokumentacione. Na kemi kërkuar si njoftim para mbledhjes, më na njoftu veç për dorëheqjet, që janë bërë kërkesa për dorëheqje. Po unë që antar që ku marrë në vitin 2025 që më zgjedh, unë se kam as akt dorëheqje nuk e kam. S'kam qenë prezent këtu kur janë dhënë dorëheqje në vitin 2022. Kështu që na kemi kërkuar që më na njoftu, nëse kujtohet edhe aty ku më thonë që duhet më përkthy këta. Për arsye se kuptoj, duhet me ditë saktë se çka ka shkruar këtu. Po ti plotësisht të drejtë. Po jo, nuk mund të më thonë që jemi pajtuar në atë kohë që mos përkthehen. Jo na shkoj. S'është po. Në mbledhjen, para 3 ditë, 4 ditë, s'është më rëndësi. Po si me pajtu? Jemi pajtuar për na njoftu anëtarëve të Këshillit gjithë që jemi njoftu me mirë, që i kemi disa kërkesa për tërheqjen e dorëheqjeve, por kemi kërkuar që nëse del ndonjëherë pikë e rëndë ditës ose diskutohet për ta me qenë përkthyme. Që kjo ka qenë diskutimi.